Përshëndetje, në këtë detyrë, siç e shohim, është pak si e gjatë, prandaj do ta ndajmë në dy pjesë, në A dhe B. A-ja do jetë e barabartë me thyesën e parë e cila gjendet mes kllapave të mesme. 6 minus 4 të plota 1 të dytat, pjesëtim për 0 presje 0,3. Thyje për 3 herë 1 të 20-tat minus 2 presje 65 herë 4 plus 2 të 5-tat. Dhe në B, në thyesën 0 presje 3 minus 3 të 20-tat herë 1 të plota e 1 të dytat. Thyje për 1 presje 38 plus 2 të plota e 3 të 25-tat herë 1 e 80-ta. A-n do ta zgjedhim në këtë mësim, ndërsa B-n do ta vazhdojmë në videon tjetër. Të fillojmë. 6 minus 4 të plota 1 e dyta, shkruhet si 6 minus 4 e 2 bëjnë 8 plus 1 bëjnë 9, 9 të dytat. Pjesëtim për 0 presje 0,3 ndryshe mund të shkruhet edhe si 3 të 100-tat. Thyje për 3 të plota e 1 20-ta shkruhet si 3 herë 20 që bëjnë 60 plus 1 bëjnë 61. 61 thyje për 20 minus 2 presje 65 herë 4 plus 2 të 5-tat. Kjo është e barabartë me 16. Emri i përbashkët me 16 dhe 9 të dytat është mes 6 dhe 9 të dytat është 2. 1 emri i 6 është 1. 1 dhe 2 përmbahet 2 herë. 2 herë 6 bën 12. 12. 2 dhe 2 përmbahet 1 herë. 1 herë 9 bën 9. Minus 9. Pjesëtim për 1 të 3 të 100-tat, që do të thotë shumëtojmë me vlerën reciproke të thyesës, që është 100 të tretat. Thyje për 61 pjesëtim për 20 minus 2 presje 65. 61 pjesëtim për 20 minus 2 presje 65, ndryshe mund ta shkruajmë edhe si 265 pjesëtim për 100. Kjo është herë 4 plus 2 të 5-tat. Minus 9 bëjnë 3. 3 të dytat herë 100 të tretat. Thyje për 61 thyje për 20 minus tani 265 pjesëtim për 100. Ta thjeshtojmë thyesën pak. Nëse të dyja anët i pjesëtojmë me 5, 100 pjesëtim për 5 bëhet 20, dhe 265 pjesëtim për 5. 265 pjesëtim për 5. 5 e 2 përmbahet. 5 e 26 përmbahet 5 herë. 5 herë 5 bën 25. Na mbetet 1. E ulim 5-in. 5 e 15 përmbahet 3 herë. Do të thonë 5 të 3 e të 20-tat. Minus 5 të 3 të 20-tat herë 4 plus 2 të 5-tat. Kjo është barabartë me 3 herë 100 bëjnë 300 të 6-tat. Thyje për 61 minus 5 të 3 bëjnë 8. 8 të 20-tat herë 4 plus 2 të 5-tat.
Kjo është e barabartë me 300 pjesëtim për 6 bën 50. Thyje për 8 pjesëtim për 20 ndryshë mund të shkruajmë edhe si 4 të 10-at her 4 plus 2 të 5-at. Kjo është e barabartë me 4 e 4 bën 16. Da 50 16 të 10-at plus 2 të 5-at. 50 pjesëtim për 16 të 10-at plus 2 të 5-at e mërë si përbashkët është 10. 10 të 10 përmbahet një herë 16 bën 16 plus 5 të 10 përmbahet 2 herë 2 herë 2 bën 4. Kjo është e barabartë me 50 20 pjesëtim për 10 bën 2. Kjo është e barabartë me 25. Pastaj do vazhdojmë edhe pjesën e dytë.